Në rajonin numër 3 në Vlorë, Partia Demokratike paraqiti programin e emergjencës dhe e prezantoi kandidatin për deputet Mario Runaj. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, tha se programi i Partisë Demokratike, e cila ka në qendër individin, qytetarin, ekonomin dhe familjen e vlonjatëve, mbështetjen e biznesit të vogël e të mesëm në veçanti, është alternativa e vetme qeverisëse që sot i ofrohet çdo qytetar i vlonjat. Ky program rikthen besimin e normalitetit, garanton një ekonomi të fortë dhe ndikon në konsolidimin e shtresës së mesme, sikurse forcon biznesin e ndershëm, tha Leskaj. Me programin ton do vëm tek qytetarët dhe ky program i këtij viti ka një specifik që shoqërohet në një program emergjence, programi 100 ditëve të para. Ky programi 100 ditëve të para është ai program që shënon kontratën e parë të Partisë Demokratike dhe të Aleancës për Shqipërinë Madhështore me qytetarët. Dhe pse duhet ta shfrytëzojmë ne këtë program të 100 ditëve? Së pari, ky jep ato veprimet emergjente që diktohen nga situata ekonomike e sociale në Shqipëri, që Partia Demokratike do të realizojë në 100 ditët e para të saj, duke filluar nga minimumi jetik 200 euro, paga minimale 500 euro, rritjen e pensioneve 220%, te paga mesatare 1200 euro dhe të tjera, përsa i përket politikave në bujqësi, përkrajjes së fermerëve apo taksat tatimet, heqja e gjobave, heqja e penaliteteve. Dhe në 100 ditë e para, unë sot po shtoj dhe një pikë tjetër që ne na i kërkuan në takime. Urgjentisht ne dozerojmë çdo gjob që vendoset veçanërisht në këtë periudhë të fushatës. Në këto 3 muaj që është vendosur nga organet tatimore apo organet të tjera të policive të shumta që ka ky shtet, që ka rënduar biznesin e vogël, biznesin e mesëm apo qytetar të veçantë, të jenë të sigurt që çdo gjob do zerohet. Kandidati i Partisë Demokratike, Mario Runa, ju bëri thirrje të rinjve të bëhen pjesë e ndryshimit, duke votuar kundër kësaj qeverie, e cila ka larguar më shumë se 1 milion shqiptar, e ka vrarë shpresën për të ardhmen e çdo të riu në vend. Gjatë kësaj qeverisje 12 vjeçare, nga Shqipëria janë larguar mbi 1 milion banor, janë larguar bashkëpunëtarët e mi, janë larguar ardhmë këtij kombi. Për shkak sepse meritokracia është zvendësuar me petalet e reja të rilindjes. Familjet po largohen për shkak se çmimi ushqimit të shportës është rrentuar. Sistemi parauniversitar në Brettina pothuajse është mbyllur. Programi i Partisë Demokratike jo vetëm që synon që të çlirojë vendin nga varfëria, por jep edhe zgjidhje për problematikat e akumuluara gjatë këtyre 12 viteve. Me shpërndarje të re të buxhetit, paga minimale do jetë 25% më lart. Minimumi jetik do jetë 200 euro në muaj, do jetë një do jetë karta konsumatore, ka 150 euro në vit për persona që janë në minimum jetik dhe për pensionistët. Do disim prodhimin. Shqipëria produse do të jetë motoja e Partisë Demokratike. Prandaj ju ftoj çdo që njohim të prezantojmë programin e Partisë Demokratike dhe ta votojë programin e saj në 11 maj për një Vlorë dhe një Shqipëri madhështore. Ju falenderoj të gjithëve. Në këtë takim morën pjesë edhe drejtuesi fushatës për Vlorën Atir Doxha, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara dhe sekretarja politike degës Nada Meçorapaj. Edhe kandidati Hoxha vlerësoi programin e Partisë Demokratike. Në këtë fushat patjetër që do duhet që të anashkalojmë totalisht kundërshtarin ton politik, pasi ai merret me ne do të merremi me qytetarët, me programin e Partisë Demokratike, i cili është një program i cili prek të gjitha shtresat e shoqërisë, është një program i cili në fokus kryesor ka qytetarin, patjetër që ne do të fokusohemi tek problemet kryesore dhe patjetër Partia Demokratike dhe kryetari i saj kanë shpallur edhe një paketë emergjence, e cila në fokus të saj pikërisht ka daljen nga kjo krizë e thellë ekonomike, duke i mshuar fort fakti që ne në 100 ditët e para do të realizojmë premtimet të cilat i përkasin kësaj pakete emergjence, siç janë ato të cilat janë thënë, por duhet të mshojmë fort të gjithë së bashku, siç është minimumi jetik 200 euro, siç është rroga mesatare 500 euro, po ta shikoni sot kundërshtari jon ka filluar të artikulojë që në vitin 2026 do t'i bëjmë rrogën mesatare 500 euro, pra po fillon të kopjojë dhe të përpiqet që me programin ton të thotë qytetarëve që dhe ai ka diçka për t'i dhënë vendit, pavarësisht se në këto momente dhe në këto 12 vite ka mbjell vetëm varfëri dhe shpopullim, është i rrethuar dhe kanë diskutime se kush e ka radhën për të vajtur në burg, kur ndërkohë ne kemi
kemi programin tonë dhe duhet që t'i mshojmë fort pjesës së programit, i cili është një program i plot. Përcaktimi i minimumit jetik prej 200 eurosh, pagën minimale prej 500 eurosh, pagën mesatare prej 1200 eurosh, pensionin minimal 200 euro, rritje me 20%, vendosjen e kartës së konsumatorit, përcaktimi të çmimit të energjisë elektrike me 7 lek për kilovat në orë, mbështetja ndaj fermerëve, mbështetja ndaj biznesit të vogël e të mesëm, amnistia për gjobat, energjinë elektrike, ujin, përgjysmimi taksave mbi naftën, çmimi diferencuar për dritat dhe ujin, përbëjnë paketën e emergjencës së 100 ditëve të para, për nevojën jetike që ka situata ekonomike dhe sociale në vend, disa nga pikat e programit të demokratëve.